Për të qenë sepse fillojmë javën që kemi thënë, kemi stërthën për shumë kohësh në fillimet e veta dhe të muajit. Kjo javë më varet shumë dhe filloni datën 11 ditës së hënë me një gjashkëndës që bën dielli dhe formohet nga Demi dhe ndikimin e madh, dielli në Dem dhe Jupiteri nga Gaforia, një kënd mjaft me fat sjell mundësi zgjerimi perspektiva pozitive në çështjet e studimit, udhëtimit, të punëve dhe të suksesit. Ndihmë e madhe sepse lidhet shumë me fitimet financiare, kryesisht, që ka të bëjnë shenjat që përfitojnë shumë në këtë aspekt, shenjat e Demit, të Gaforës, të Bicjapit, të Akrepit, Virgjëreshit dhe Peshqeve në fund të ditëçit 2 dhe fillim të ditëçit të tretë, ku ka ndikime fantastike dhe favorite. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Kjo ditë është ditë e veçantë, është ditë e veçantë në llojin e vet, sepse flitet shumë dhe stërflitet, ku gjërat janë mjaft pozitive dhe shumë ideale në anën tuaj, por megjithatë, edhe pse tani jeni pak në dilemë për çështjet e punës suaj dhe mërziteni, por unë them që nuk ka vend për të shqetësuar, por